Tash më kena mrim Vlorë. Të veshët nëna me të zeza dhe të qamë babaj. Jo që keni ho propaganda, të thonë janë që njerë shtrajt, janë sanet e shtrajta, janë shtrajtu sanet, absolutisht kjo është vish një shpifje. 3 espresso, 2 ujna, kanë kushtu 460 lek. Në Hajvali leqe ishin bu 6 euro dhe ta këshin shit një kërë. Të me shku deri atje deri në kufi me Italin, deri që të për të beke uj. Edhe jeta e natës ishte njëjta e barabartë me Durrësin edhe me Shëngjinin. Përshëndetje miqtë e mi dhe shikues të shqiptar që krejnë nga Arlinde edhe nga vllau jem Artoni, cili s'është mësu më të shumë herët, po peqojnë as, me kem çka bojmë. Tash më kena mrim Vlorë, që shpërshit, jana me një barbeq këtu në plazh të pika një kafe, mu këfill me qilë syt, edhe me janis me prezentu plazhën e Vlorës. A je gatshëm? Shkjo Flori, më lëvë të qetë pikave në mëngjesit dhe më zhdu nga Sorrati. Kjarë ke Vlorë ti. Jo ke Vlora, te Vlora. Po si të duhet thëmu, ke problem di me mu. Jo vlla, s'kam. Bësha gati me mu, Jo, o vllai. Flori, nuk... Kërkoj ndjes, falem. Falem. Apo qëmë ka dalë të prezentoni e plazhën? Plazhën e Vlorës. Si shpër të gatë që ka për portit dhe i qëtë, masani ne kena këtu private që ka. Qom, po du më bu sigur ta të Vlorës. Pse? Se ishin këtë rëzikshë. Që ashtu po t'ingloj ma mirë. Ata me si shta mirë se o gati me tratë, me thonë cep e ki. Mos se prekë vllaj. Do gelesh këtë dora ime të qanë nëna 3 ditë dhe nuk gjinde trupi, më largon nga dora. Të moll edhe mirë mi bu më këtina, mirë e kom pru qka e gjithë se di valloj. Jam ke Vlora vllaj, bëj kujdes si flet me mua o qunë. Të veshët nëna me të zeza dhe të qamë babaj. Edhe një send, sone bëj hajgare pak ma shumë a lindja ma serioz, ama po du mi të regu që jo që keni ho propaganda, të thonë janë që njerë shtrajt, janë sanet e shtrajta, janë shtrajtu sanet, absolutisht kjo është vish një shpifje, se jena në zamër të Vlorës, do më thonë, edhe kena marë 3 espresso, 2 ujna, kanë kushtu 460 lek, që në euro i bin 4 euro e 60 cent. Maksimumi 5 euro. Po. Prishtinë e ki ma shtrajt, do më thonë. Ma hollë të em atje, me bu me dollë, duhet me hi kredit me pi kafe. Qash shtrajt jo mbo, e në zamër në Vlorës i pagun 3 espresso, 2 shisha uj, 4 euro e 60 cent. Veç marrë me thona, ja du me t'i falë. Në Hajvali leqe ishin bu 6 euro dhe ta këshin shit një kërë, këshin shtit minus. Të që mos hap një propaganda. Jemi këtu ke Vlora vllaj, Brapanesh është një plazh publik ku mund ta vendoshësh çadrën e shiut dhe të bësh plazhin për pikën e qefit. Po ve sa mirë fola. Bravo! I madhi. Faleminderit. Miqtë e mi, ja kena nisë bëshitet e porti i Vlorës, edhe disa hjata. Kena fillu pej plazhës këtu që është në qendër të Vlorës, shpërshit që një pjesë është me gur, një pjesë me bu plazhën në bari. Kjo pjesa knena jo shumë e pastërt, kjo knena e pastërt sa dush. E mirë që shportat vërllogit pas ka gjdo 10-20 metra. Ujnë ka provu Artoni, a është i ftoft, as mu që shke ujë? Qa, unë shumë pritej me hi në deti, ku po që shto ujë i cekt. Që me shku deri atje deri në kufi me Italin, deri që të për të beke ujë, kështu së pritej me hi heq. Ujë ke mirë, i pastërt, po ujë i ftoft. Mi ka ngri komt. Po du të miro si për të kim, që thujnë. Haj, po puna që këto është një par barbiqi edhe... Që ta barin ujë ko ka bo pa krasit. Pa krasit Po po do më ka me krasit edhe dikush. shumë llaç që të. Ste sa kështë përfërgu me bu plazhën. Po, konona janë. Qani e po sheka tu thellu uje. Që kështë dhe konga s'muq, po si deti vale val. Valet për qafojnë kalan, si kur mua ti di kur.
prej ditës që unë dam, qetësi nuk gjeta kur. Kush e kënon këtë kong? Shkëllëzen, jetishi, Dzeni. Dzeni. E përshëndesim Dzenin prej Gjakovës. Shkëllë për deri sa përshëndet Dzenin, unë për shpëdzoj rastin me i përshëndet sponsorat tonë të dashtën, Big. Po Big ka dole Big më nardhosh. Që të tërmet. Big ti me na urdhzu neve s'na vyn jeta, o Big. Ta o zale. Fillimisht e falenderojmë Ther.com, se ka do që bëshkojnë apo kemi internet, edhe ju e kisha sugjeru ku do që delin 165 shtetet të botës. keni internet ku do që shkoni. Sa i përket robave tona që çdo ditë duke mirë, duke fresh, edhe na rrin mirë është Luksmeni që gjendet tek rruga B, mirë po tash e ka hap edhe lokalin e dytë në Ulpian. Coming soon ka kallëzuar atë që ato e qel shumë shpejt. Për rentat motorave, për gjana ekstreme, për adrenalinë është ATV Motors. Jo, ATV rent, A5 linja. Ju që të keni qef me përjetu adrenalin pole në motora. Allah, mos përmirësot i mu, E keni ATV rent. rent pëzren. Ju që keni qef më fresku ma kolorë dash, lemi do mu do ti dojna. Ju që të keni qef me përvu kolorët ma të mira në botë është Neho Ice Cream. Mos të harojmë edhe që një me rakit ushqimet, edhe keni qef me partnerin ju, ose me familje, me shku me hongër një dark ose një drek, me një restorant mirë, o kësha sugjeru restorant Troftën që është në Kaçanik. Apo hecim? Ha dole. Hajde. O fada. Unë Ku që shortet manel, se bolë të mdoja. Unë qëllimisht i kom veshë të shortës se Ku po ftoftave. kom mendu pak ma largë. Se ku mujt me dalën në pantolla, po ja. E kom ditë ku po vim. Edhe që pas ka plazha. Plazha në beton. Kjo plazh me kocka. Po më djegin kumë nuk e di pse. Që ndejt e koka pak ma 3 pikimi. Eksperiment. Arritëm. Arritëm në breg. Ky arriti unë e mbrita. Ditë e mirë së du që dita. E po, këtu nuk ka, do më thënë, plazha me rër ose me zollë tim, po ka me gullë, me që zollë që pak ma i trash. Po dhe pas ke kucka. Amo do më thënë pas ke shkollat me dollë deri në drejt i fushtë. Mishte mi, tash jena të him plazh, po pjesë e jonës që e pat me herët, nuk pat, do më thënë, hyre direkt në plazh, për në vdash më ardhë pak ma ka rruga. Qka po më pëlqen mas shumë të është pamja, që është dika rreth mal. Edhe kjo pjesa knena ka ona detit. Po ka të këthen kryt pas ke mal. Mal knej, mal anej, edhe i shulli atje. Mrapa plazhës, edhe kjo fusha këni për me lujt fëmija ose të rritunit. S'mu që kemë qiti loj futbol kështu? S'kena top. S'ke bon me vetë ja? Ja. E kom ljonë në kërë se kem. Dë volejbollit e kom ble. E ta shëna të dojnë në plazh. Do të bëhemi të gjithë baba. Do bëhemi një dit. Për një pjesë shumë të shkurt plazhës, kjo ona për këti barbiqit e kënina, dhe më thonë ndryshej totalisht. Shkaku që uji ka pasqyre. Ishe edhe peshit për funi kongës të ti. Paqlëk, bërlëk kërkas përsha. Plazh i frekuentum për familjarëve ka kasët. Edhe për njerëzve të zonës po ndoket mu pak ma shumë. Këtë do më thonë ku kanë vendas Romeni se shqiptarët e Kosovës halos e kanë një smarë. Edhe jeta e natës ishte njëjta e barabart me Durrësin edhe me Shëngjinin. Se në Durrës, 2 jeta e për jetë natës, Shëngjini gjithashtu të full jetë natës, edhe Vlora i kishtë një far jetët natës shumë të mirë. Po halosë sezonat ashtë i kuptojnë në nasamet. Jena të orë drejt fundit të plazhës, që shpërshihet. Kjo pjesë e anës qytetit, plazhës, ka shmëndi që të përfundu. Masinë kemë me vazhdu edhe pjesë tjera të plazhave që janë paka shumë private. O vlaje,
E ja këtu tash. Isha nëzëni qikë, vla. O, flarri. Tash kena me vazhdu pjesë tjera të plazhës, cilat na presin gjatë rrugës, ku ma shumë ka një plazhe private. Çka ka me thonë pjesa e plazhës qytetit, të Vlorës, ja vlasha e ditë mirë, ta shkojna edhe jo prezentojna plazha tjera që janë anej Vlore. Mirë pafshim.